Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka deklaruar se protesta e paralajmëruar e opozitës në datën 10 shkurt do jetë një demonstratë paqësore, pasi sipas tij, ajo është e vetmja rrugë për të përballur me këtë regjim. Berisha vijoi më tej duke thënë se protestuesit mund të shkojnë edhe deri në ngujim në bulevardin para kryeministrisë, si mënyra e vetme për të larguar qeverinë e Edi Ramës nga pushteti. Kemi përcaktuar protestën dhe vetëm protestën si rrugën e vetme më kryesore për të përballë me këtë regjim. Data 10 është një ditë tjetër shumë e rëndësishme e kryengritjes paqësore kundër regjimit. Ju jeni me njerëzit, takimet, konstatoni se çfarë zemrimi ka për këto qëndrime. Dhe këtë zemrim qytetar do ta shprehin në rrugët, sheshet e Tiranës. Janë me qindra qytetarë që më shkruajnë dhe më thonë, doktor, nuk duhet largohemi nga bulevardi pa larguar Edi Ramën. Ne drejt asaj do shkojmë. Të themi të vërtetën. Ne drejt asaj do shkojmë në mënyrë të pashmangshme, në mënyrë të sigurt. Opozita ka thirrur me 10 shkurt protestën e dytë mbarkombëtare për këtë vit, pas asaj të 24 janarit që u zhvillua midis tensioneve dhe përplasjeve masive në bulevardin Dëshmorët e Kombit.